Dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. I ftuari im sot është special. Është një nga emrat e njohur të skenografisë shqiptare, mjaft i suksesshëm këto ditë është në Shkodër sepse është skenograf i festivalit të 57 mbar kombëtar të këngës për fëmijë. I ftuari im sot është Adnan Kastrati. Mirëmëngjes Adnan, mirë se keni ardhur në studion tonë. Mirëmëngjes, ose Nadia mirë. Nadia, si keni mirë? Nga lagja ju, nga mahalla. Mirë. Si po e kalon këto ditë në Shkodër edhe me festivalin natyrisht? Normal që kalohet mirë, sepse si thush edhe më afër shtëpisë, ku ki lind dhe i rrit, i kalu si thush ato vitet e para, me pak lodhje, se kuptohet, të më dhanë intensitet punet, të më dhanë për arsye kuptohet si gjithmonë të vonesave, të problemeve që ka puna, e tjera, por në përgjithësi mirë. Po, festivalit, do më thënë, mbar kombëtar të fëmijëve, tashmë për ju është një punë në vazhdimsi në vite që nga 94 ju jeni skenografi ti, ndaj jeni pjesë organike e çdo organizimi të tillë. Shi festivalit të drejtën, përveç profesor kujtimit na bë dhe ne si thush si i shtëpisë. Unë më mend merit kur një skenë që më ka pas bërë përshtypje, kur ishim fëmijë në pallatin e sportit. Po. Impakti i parë, si thush me skenën, më mend atë tribunën ku ishte koshi basketbollit atëherë. Impakti pa një goditje, si thush e menjëhershme. Ka pas drejtu Ketrin Gjonçaj më duket? Nuk e më mend të drejtën, por normalisht brenda fushës teme më mend që skenograf ka qenë Indieri Pierin Bedeni, Niçi që kena thënë, me të vërtetë respekt, dhe impakti pa një goditje sepse një madhështi, ato e kori i madh, një tribuna e pallatit sportit, mund të ishin 100-150 fëmijë. Dhe që atëherë më mend një fest në qytete të tjera, dhe vjen një ditë që më shkoi të mendja normalisht që unë do isha skenografi të këtij festivalit për 25 vjet, si thush. Se kisha menduar, sepse unë të mesmen licon e kam bërë në Shkodër për degën grafik, pa ata fatin e madh, si thush, fillova punë në një periudhë kohët masi marrova licon në teatrin Migjeni, si piktor realizuese, pastaj më vonë në skenografi e tjera, e cila më bani mu pastaj që kur shkova në shkollën e lartë të zgjidh degën e skenografisë, që me të vërtetë e kam bërë me qejf dhe pasion dhe e dashuroj, pse të Interesante kjo lidhje mes vitesh, një ndjesi gati intuitive që të ka çuar drejt skenografisë, por gjithsesi piktura është, ju jeni piktor, por edhe skenograf. Ajo është hapi i parë që ju ka shtryrë drejt artit tuaj. Jo, është merita shkolla është si thush ndryshon, po themi nga fakultetet tjera, se nëse ti mbaron mjekësinë, pastaj specializohesh etj. Ne në fazën e shkollës, në pjesën në kohën e konkursit ne zgjidhnim degën që në fillim, si thush, dhe unë kur jam nis pastaj në konkurset e shkollës lartë, me këtë qëllim jam nis, pra me skenografinë. Në atë kohë që bëhet fjalë për vitet 85, çka tillë, se në 84 marrë licon, këtu ishte vetëm Agim Kadillari skenograf. Po, skenografi teatrit. Skenografi teatrit dhe i shkolluar, si thush, me shkollë të lartë tjera, i vetmi domethënë që kishte marrë për skenografi. Dhe pas tij erdha unë, që zgjolla dekën me dëshirë, Gimi, me thënë drejtën se po i flas me emrin Gimi, se kemi miqësi dhe shoqëni të vjetër me të. Nuk është se kishte shumë pasion, e thotë edhe vetë. Por duke marruar dek, siç ishte koha atëherë, u caktuan teatri, u marrua aty. Vazhdoj punë dhe më vonë vazhdoj punë. Po çfarë pushimi ju dha ju vetë grafika që ju kishin marrë si mësim në të mesmen për të ardhur drejt skenës dhe skenografisë? Shiko, kur ardha në teatr, domethënë aty fillova të kuptoja se sa i bukur që ka arti i skenografisë. Thotë një profesor joni, domethënë skena është një kuti e çmuar në të cilën si thush e marrin dorë skenografët dhe ata pastaj fillojnë të ndërtojnë dhe e bëjnë më të bukur dhe më brillante atë kuti, e cila në momentin e parë ti e merr bosh dhe pastaj e mbushet si një shtëpi
që njeriu e blen dhe pastaj vjen e pajisë. Të kujtohen ato punët e para në teatrin Migjenit të cilët u bën nxitje për ju në vitet e mëvonshme që të merrni këtë drejtim? Unë kam gjetë edhe letësfishte në teatrin Migjenit, shumë pak. Por shumë respekt për këto breza, por në njerëzit që du ta them, që mu gjetë pranë që në momentin e parë që kam hyrë brenda me teatr, për të marrë me këtë punë, ka qenë Beb Shiroka. Indieri Beb Shiroka. Edhe ai skenograf. Skenograf, piktor, aktor shumë i mirë, dhe në momentin e parë tha, ti do vish të rishte gabina ime. Dhe unë kam piktoru, kam ndajet me te, kemi bo mohabet, njeri i humorit, por thash, du ta them sepse me të vërtet, mendoj të sa ishim ne në atë kohë, 18 vjeqa, e të rish me një aktor. Është shumë e rëndësishme që të japësh mbështetje, të marrësh krah për të nisur drejt drejtimit. Pa diskutim. Edhe pikrisht mirënjohja si virtyti i njeriut i drejtohet pikrisht këtyre njerëzve. Adhen, ju e vendosët drejtimin tuaj, skenografia, si ka qenë vazhdimësia edhe në studimet tuaja, sepse për opinionin tim, piktor ka më shumë, skenograf duhet jetë një... Tani janë bashkë shumë merita, edhe skenografi janë bashkë. Selektive. Po të tregoj une, vitin e parë, kur unë kam konkuru, ne kemi qenë 8-10 konkurrenta për skenografi. Sepse atëherë ishte kriju një imazh nga ato diskutime që bënin rreth i piktorëve këtyre, sikur skenografia të varfron në ngjyrë, të thanë në ngjyrë me fol me atë gjuhën e piktorit. Dhe shumë njerëz në atë kohë, ose shumë këtu nga ato studentat u tërhiqim nga dega skenografisë për të arsye se donin piktoronin, atëherë ishin degët piktura monumentale, tekstile këta. Dhe vitin që kam fituar, kemi qenë 630 konkurrenta për të fituar 30 vet, jo në skenografi, vetëm në gjithë artet figurative. Te skenografia ishim 60 vet, 60 konkurrenta. Dhe kemi fitu 5 vetë. Nuk shlyen nga kujtesa këto... Jo, nuk më shlyen dhe as kanë për të më shlyen e herë. Unë këte muhabet, si tush, ose këte diskutoj vazhdimisht edhe me studentat, se unë jap mësim të Fakulteti i Inxhinierisë dhe Arkitekturës në Tiranë, dhe vazhdimisht e diskutoj për t'i tregu atyre se qa lufte, qa konkurencet ka qenë në atë kohë, dhe nuk ishte kollaj për të fitu. Unë kam fitu për vitin e 4, masi kam marru liceun. Kur unë kam hyrë në shkollë të lartë, brezi jem kishte marru. Por përpjekja, këmbgulja, sfidat natyrisht ju kanë shoqëruar dhe keni dali fituar. Sfit kemi gjithë jetën. Natyrisht, në këtë aspekt... Na thote profesor Gjimzajmi edhe Indieri, dhe thote gjithë jetën do e keni konkurs, thote. Sidomos në skenografit, sepse ti do marrësh një pjesë, do ta vendosësh në skenë, do bësh skenografin, emocionet si çdo artist, ti do kesh sa të kalojnë premiera. Ja, jemi sot të di dhe sonte është nata 3 e festivalit. Sido që tjetë, emocionet janë, sepse janë ato mbylljet, si thush, rifinituarat, sepse gjithmonë puna vjen duke u pjek. Duhet të keni qenë i vlerësuar shumë përderisa me njëherë keni zënë një vend në një nga institucionet prestigjioze siç është Radio Televizioni Shqiptar. Keni pasur një ecuri të mirë në shkollë. Normalisht them që në kohën në vitet 90, më mend në atë kohë në RTS, ishte vetëm Shpëtim Saraqi që punote. Si tu ishte edhe student edhe punote, ne kemi marru bashkë. Dhe në atë kohë u bë një konkurs mbrëmje kulturore në televizion me këngëtari të një koreografit, një kompozitorit, një skenografit, dhe më mend që ndërtoni me ty dhe unë ndiste me vëmendje të madhe atje nga publiku, si thush. Atëherë që ai momenti që fillu më bëm pak si thush figura publike, sepse më të dalluar. Dhe pas të prej asaj kohë që fat u shpall një konkurs në RTS për skenografët, dhe kuptohet që unë me njëherë u paraqita ato, si thush, vështirësitë e fillimit në këto konkurse, ca u vendosje 3 muaj prove, jo si që ishte koha atëherë, dhe fillova unë
dikun nga shkurti a janari fund dhjetor, 92, 93, diçka të tillë, si thosh, fillova punën. Si ka qenë fillimi për ju? Them të drejtën emocional dhe i vështirë, nuk e dishim sepse skenografia në vetvete është ndarë në 3 gjini, po thuj ose në 4 gjini, ka skenografi teatrit, skenografi operës, skenografi televizionit, skenografi teatrit, kuplave. Pavarësisht se në shkollë specifikat e veta dhe në shkollë ne kishim kalu nga pak, i kishim si thush prek nga pak. Por kur fillova punën aty nuk i dinim. Tash të hyj të bëj analizën e skenografisë në vetveten është shumë e gjatë, por skenografia televizive ka këtë që ti punon për kamera, nuk punon si thush 100% për publikun. Pra, qëllimi i saj është që ty të dalin mirë në ekran, si thush. Dhe këto erdhen rrugës që unë fillova duke i mësuar, duke ndajt me njerëzit atje, normalisht një dashamirësi, një pjesë e kolegëve, kuptohet e tjetër. Po, keni patur dhe specializimet tuaja, për shembull një përvojë e mirë ka qenë vizita në Raj, me sa... Po, ajo ka qenë një periudhë që ne na çoi drejtoria se kohën, hyme sa kishim fillu dhe u futme në valët satelitore, atëherë për punuar për diasporën, dhe ja kërku me drejtorisë dhe na qenë një 10 ditë specializim në Raj. Ishte eksperiencë e bukur se të shihit në Si ishte kjo përballje? Ne kishim ëndër se kishim pas tush edhe shikoje studiet e Rai 1 ose Rai 2, Rai 3 ose Telenorben në zonat e jugut të Italisë, nuk ishte pak si tush. Pra, e kam fjalën që kështu fillova dhe nuk ishte pak që ti 92-shin, 93 fillove punë dhe 94 shkova për një specializim e tjetër. Moj mend që atje e kam fillu normalisht me redaksinë e fëmijëve. Ashtu? Fillova aty dhe normalisht që marr shumë gjatë me redaksinë e fëmijëve. Jo se s'kam bë, kam bë mi 7-8 festivale pranverët në atë kohë, që u quajt po vonë këngë të Stinës. Këngë të Stinës. Dhe me redaksinë e fëmijëve kam punuar gjatë sepse thash me emisionet e prallave, emisionet e rinisë dhe diku nga 94, 95-94 më vjen kujtim Alia, profesori, ne u njihshim, kuptohet e tjetër, jam thotë kam qef thjesht skenografi i festivalit të fëmijëve. Thëmë, po tjetër, nuk diskutohet, ku të gjenjë, thëmë, unë vinë Shkodër, si tu që një javë, 2 javë, dhe s'është problemo e punë. Kuptohet ishin problemet financiare dhe më thotë që jemi keq si tu financiarisht, po në vimë dhe po asi gjama profesore bëjmë, s'ka asi lloj problemit. Dhe më e mend skenografinë e parë, normalisht me të vërtet s'kena pas si tush leke edhe kemi bën një buqet madhe me lule në skenën e teatrit, ja, këtu ku zhvillohet sot festivali 57, një buqet me të madhe dhe kena dalë në për Shkodër më më ndikun të si për Shkodran të shtëpia Hafizve, atje kishte një mur me sharmashek, të mladh sharmashek, edhe si ta bënim atë buqetet më të madhe, mush me kare fila, me të rënda fila, ekziston shqyqyr, si tush. Sepse ekziston edhe në arkiv, në arkiv është e gjiruar e gjithë. Dhe mos i gradualisht kena fillu dhe kena vazhdu, kuptohet fillu në urritën edhe standardet pak të financave tjera, edhe gjatë gjithë kohës në skenën e teatrit, lufta më e madhe në anën profesionale skenografisë ka qenë për ta zhvilluar si thush skenografinë jo brenda asaj kutisë së skenës, por të dalim edhe në avanskenë, të mbulojmë edhe kornizën e skenës, mundësisht për të vetëm arsye sepse për të dhënë hapësira të reja. Për të krijuar hapësira sa më të mëdha, edhe sepse ka një gjë që thash në fillim për televizionin duhet se s'bën të futna në kuadrin, në kohë ishte si thush raporti i skenës në teatr është si thush i zhvilluar vertikal, në rastin konkret të skena që i them 16-9 që duhet zhvillohet horizontal. Dhe për këtë arsye ne fillum mbulum kornizën e skenës dhe ti në momentet caktuara kur xhiroje planet e mëdha tjera ti kishe hapësirë, si thush kishe frymëmarrje. Ne mos harrojmë asnjëherë që profesor Kujtimi ka një gjë që pa 70 fëmijë korin se mendon kurrë. Por mos me shku se te 100 dhe 120 që por pa 70.000, domethënë asnjëherë dhe nuk është kollaj që ti fusesh në skenë kur dimensionet janë të tilla, pra këto gjithë të fëmijë dhe me të vërtet një punë e pa lodhun, sepse unë
nuk marrë vesh, nuk është se nga muzika, por po ti një gjësh ato fëmijë të gjithë se cili janë, si tush, solista dhe këngëtarë në vetë. Një skenograf hyn brenda të shfaqjes, e zbërthen atë emocionalisht nga në ideve, njihet me elementet kryesor, por edhe më të imët të saj, me numrin e fëmijëve, të personazheve. Është një punë voluminoze, një punë që ka shumë nervë, që me nxjizjen e idesë, më pas me zhvillimin e saj, me konsultimin, me realizimin, një proces i gjatë, aq më tepër që televizionin shqiptar është një kombinat i madh i shfaqjeve, emisioneve. Merita, në fillim, kjo që thuti është masë e vërtet, po normalisht nuk e di pse, dikur kena pëzbot debate për të mirën e punës, ne në shkollë jemi mësu, kemi marrë një si thush plan tekniko-regjizorial nga regjizori dhe mbi atë ose skenari që thush, ose një skalet e fillimit, dhe mbi atë skalet, ose mbi atë skenar, ose mbi atë tekniko-regjizorial, është ndërtu edhe skenografia. Pra, tani, nuk e di se si ta shpjegoj dhe cila është arsyeja për të cilën nuk funksionohet më, në shumicën e rasteve, se unë kam eksperienca shumë pozitive që funksionojmë me këte linjë, por normalisht ajo është baza. Mbi atë që ka shkrujt skenaristi, regjizori, unë si tush në të imazhin figurativ të skenës. Por, thash në rastet e tilla, kjo nuk në momente dhe kemi shumë raste dhe thash kemi bërë debat, nuk po na funksionon. Vjen dhe thot festivali. Pra, festivali, unë po mos të diskutojmë gjatë dhe ja kam kërku edhe këtu, edhe manjolës, edhe kujtimet e këtu, që mund të kena një moment që ta ndërtojmë të mëtum para një 5-6 vjetë po në teatr, nga lozhat, të ndërtojshim si tush komunikimin, dialogun me skenen, me dy personazhe të ndërtuara si kupla etj. Pra, këto janë pjesë e skenarit, të janë detaje që skenografin e ndihmojnë dhe skenen e zhvillojnë dhe japin dhe skenës i japin më hapësirë dhe bëhet më komunikuese edhe me spektatorin. Siç kena pas dikun nga 47, 48, ne kena dalë, kena heqë edhe karriget e Plates, kena hyrë në skenë, në sallë dhe kena qenë më afër publikut tush. Besoj se këto eksperienca nuk mbeten në valigjen e harresës. Asnjëherë s'ngelen, sepse ne pastaj më vonë duke pa që skena dhe salla e teatrit për gjendje është shumë e mirë, por për të kaluar në një si thush më spektakël televiziv, kena shku dhe Pallati i Sportit për të rikujtu dhe vitet e kalume, me cilën unë e fillova këtë intervistë, që ishte një hapësirë gjigante, 26 metër të shtrirë horizontalisht me gati 8 metër lartësi, 10 metër lartësi na zhvillu në një tribunë të Pallatit të Sportit. Dhe aty kena bërë për shumë vite festivalin. Ka qenë 45, ka qenë duke dikun nga i 39 dhe në 45 kena bërë në Pallat të Sportit. I mbani mend me numra, do të thotë që këto janë ngulitur thellë në... Ngulitur, a thash fillim, nuk fshihen kollaj. Por ju keni edhe shumë hapësira të tjera përveç fëmijëve dhe festivalit të fëmijëve. Po. Sepse Adnan Kastrati është një emër i njohur i skenografisë shqiptare, të spektakleve, të skenës. Duke qenë punoj si radio televizion shqiptar, kjo ju jep shumë akses për të realizuar skenografi të shfaqjeve. Si thojnë asaj dona, duke punu, se po bëj gati 26 vjetë që jam punoj si RTS-s, është bërë si shtëpia jonë e dytë. Natyrisht. Shkojmë skena, shkojmë si thojnë asaj, aty do jemi, s'kemi. Dhe eksperiencat janë pa fund normalisht. Nuk mund të them se të ishim me pak modesti po dalë, po mund të kem dikun të 200-250 skenografi. Një numër i jashtëzakonshëm. 25 janë vetëm festivali i fëmijëve, si thush, edhe 7-8 janë festivalet tash pranverës. Kam bë ata fatin e mirë që aktivitetin e fund vitit 2012-2013 festivalin e radios isha prapa autori i skenografisë. Pa diskutu pastaj punë të studios në televizion që janë të pafundme, dikur ishin me improvizime, me ndërtime dhe me krijime, nga e parë të skenografive, me studio sportit,
me koncerte në për studio, nuk harroj për shembull një spektakël nga redaksia në atë kohë Bota Shqiptare, me diasporën, ke mend 7 milion në 5 shtete, diçka të tillë. Po, ka qenë një shifër. Një spektakël, diçka i tillë. Por e më mend që hapin gjithë studion një me RTS dhe u boshatis dhe u ndërtu një spektakël dikun me 7-8 kontata, diçka të tillë. Natyrisht që të ndërtosh skenografi të bukura duhen hapësira fizike, studio të bukura, si ndodh në të vërtetë? Baza, normalisht, bazë gjetjes dhe krimtarisë që ti e ke ndërtu, normalisht baza është dhe realizimi i skenografisë. Kemi pas fat që kemi punu me mjeshtrat mirë skenografisë, me njerëz mirë, se normalisht tash u bëm si njerëzit e shtëpisë duke punu gjithë ditën. Dhe aty për shembull në televizion ka pas njerëz që tani ka dalë në pension edhe me 45 vjet punë. Specialistë të tjerë. Tani them drejtën, nuk kemi më ashtu, s'ka master e partë skenografie, sepse funksionojnë gjërat në rishtë, pra me sistemin e privatit e tjera shkon bën porosinat. Pra me porositë të tretëve. Të tretëve bën porosinat, ashtu si që zhvillohet edhe sot festivali, pra me porositë të tretëve realizohet skenografia. Në të cilën ne duhet ta njekim pastaj sepse... Si janë me cilësinë në konceptin tuaj? Po t'ishte me pyesëm, unë do doja të ishim si që ishim. Pra, me repartin e realizimit skenografive, brenda institucionit, kudo që t'jesh. Sepse ka një profilizim shumë special. Mos ta banalizojmë bisedën, por nuk ndryshon një mobilier me një mjeshtër skenet në realizim. Dhe unë po të më pyeshim, unë do isha që të funksionote me repartet brenda institucioneve. Ja ku është teatri, edhe aty ka një njeri që ku kam filluar punën, një Mikel Vuksani. E përshëndesim Mikelin. E përshëndesim me të vërtet, një djalë dhe një profesionist shumë i mirë i skenës. Dhe aty kena pas edhe aty repartet. Pra, ti je si thush në skenë dhe ti e ndërton brenda skenës atë. Qa është skenografia? Pra një maket, kur vjen puna, në maket ti je më i qartë se sa në vizatime. Ti e ndërton me raporte, me dimensione, kuptohet duke i zvogluar në shkallë të zvoglimit dhe ti e qartë. Njëtë gjë pastaj nga ajo hidhesh në skenë. Pra kur ti e ke raportin aty, nuk them se s'funksionon, se funksionojnë, çdo gjë funksionon. Në qoftë se ti se nuk do ta plotësosh raportin me gjitha parametrat, ama kur ke nevojë për tretin, shko edhe te treti, se këtë bëhet edhe rajin aty. E kishte raportet, në paktën kohën që ishim ne, ishin raportet, kuptohet, funksionoshin për një produkt e porositë të i treti. Thash, po t'ishte për mua, kështu do kisha funksionu. Megjithatë, me qenë se keni një kujtesë mjaft të mirë rreth punëve tuaja, përmendet 7 milionë në 5 shtete, një emision që ju ka dhënë edhe vetë kënaqësi. Natyrisht kanë qenë edhe programe të tjera, të cilët jeni ndjerë i vlerësuar. Po diskutojmë, është një festival pranveret i vitit 99, që është skenografi e bukur, si thush. Këto janë disa festivale të fëmijëve, s'po them, po i 45-i, i 39-i, i 50-i që pastaj fillu ndol me, duke folur për sorkujtimin, ndol me natyrë, u rikthym si dikur që u bëtën kinema verore, jo të bashkia, të Pedonalia këtu. Po, të Pedonalia është të vërtet. Vitin 2012, bëm 50-in, që normalisht hynë në festivalet e mira, sepse pat një dimension shumë të madhe edhe nga ana skenografike, edhe transmetuam bukuritë e qytetit. Aty unë mundova zgjidha skenografinë në formën e atillë që të kishte transparencë skenografia, pra nëpërmjet pak elementeve skenografik, duke gjithë Pedonalia e qytetit Shkodrës. Si kanë evoluar elementet teknik në realizimin e skenografive nga fillimi, ashtu siç ju keni qenë pas liceut? Teknologjia ka avancuar shumë, po themi. Tani ne nuk kemi shku dhe besoj që i vonë të shkojmë, ka dhe skenografi virtuale, të cilët mos këto televizionet gjermani i aplikojnë shumë,
por tek ne, prap, teknologjia nuk është se s'ka avancu, janë fut mjetet e pothuajse të fundit, me futjen e ekranit leduol. Po, sepse është një element shënimës, por nuk duhet të kthehet si thosh në vetvete një element të cilin tokë po ndërtojnë tash kemi raste që gjithë skenografia bazohet mbi leduol. Unë do isha për një alternim të elementit skenografik me leduolin dhe jo në pak raste po unë e aplikoj në vetën tim. Por futja teknologjisë ka avancu shumë për vetën arsye sepse ti jep imazhet nëpërmjet leduolit atë që kërkon. Po ti marrim me radhë, i shofesh, shiko, po themi po e diela shqiptare, shiko portokallin, si thosh, pra nëpërmjet leduolit ai jep interieret e subjektit si thosh që nevojitet mbi materialin që ka. Jo e përqafon diku më fal me ndriçimi, për shembull është shumë ka ecë shumë përpara, nuk është pas siç kena qenë dikur, sepse edhe nëpërmjet elementit të ndriçimit ti vis si thosh me figurat pra të gjitha këta janë elementa që e pasurojnë punën tonë, skenën. Radio-televizioni shqiptar në vështrimin tuaj si është në përqafimin e tyre, sepse ekranet kanë ecur, kanë... Kemi dhe për shembull tash në para 3-4 muajve unë bëna një rifreskim të rubrikës sportive. Dhe aty për shembull nuk kemi përdor më leduol, por kemi përdor videoll, pra. Një si thosh avancim për më mirë të imazhit të tani janë mi 5-6 studio dieta apo 2-3 janë të mëdha. Ja tani kur ti për këto pretendojnë që do ndërtohet një studio i lajmesh. Por teknologjia gjithmonë thash ecën, por edhe dihet ajo që financiarisht janë me kosto të lartë. Kushtueshme. Natyrisht të jesh skenograf do të thotë të jesh në një punë shumë aktive. Me sa di para disa ditësh para se të fillojë festivali, ju me grupin tuaj keni qëndruar gjithë natën vetëm që të nesërmën të jetë gjithçka gati. Kjo është një dashuri, një komunikim, një... Mirë është, po dhe mirës është. Sepse kam përshtypjen që nga ja këto vinë edhe nga mos organizimi i duar pra për atë që formë e parë, për këto realizohet. Është një punë kolektive, skenografia është punë kolektive, skenografia është një punë që përfshin pothuaj gjitha degët e artit. Po ti më ke edhe atë që diskutuam para, grafiken, përdor çdo lloj materialit, instalacionin, tjetër pra, sepse thamë parë ti ke përzier ke ndriçimin, ke elementat që ti ndërton dhe i ke ideu, ke ekranin video. Pra, të gjitha bashkë këta bëjnë në kompleks, si thosh, një art të zhvilluar, si thosh, dimensional. Ju përmendet grafikën, hapin tuaj të parë drejt figurativit. I rikthejni herë pas here të lajës? Unë pikturën se laj kur. Ashtu? Ja. Asnjëherë. Unë sikur 4 orë të kem të lira, unë kthehem te laja në studio të shtëpia, nuk e kam lënë asnjëherë. Me përjashtim kur kemi pas ngarkesa me punë. Stile zhjimia juaj e preferuar? Unë jam afër stilizimit, si thosh, të imazhit, jo të abstraktja. Jam pak romantik, kam edhe punë të tilla, por po të më pyesje, unë nuk do e laj edhe s'kam për të lënë një herë pikturën. Po të kisha mundësit, si thosh, financiare të mia, unë do isha marrë vetëm me pikturë. Peisazhi, portreti, kompozimi? Peisazh, portret, kompozim, kam shumë vite, po them gati 10 vjet që merrem me nuk i dam qytetit me figurat e zadrimoreve të këtyre, por peisazhet e qytetit edhe herë më fal për modestin, po them që i bëj mirë. Them që i bëj mirë, sepse... Po pse paka shumë i keni lënë heshtje këtë pjesë tënde? Nuk e laj me heshtje, jam aktiv në këto rrjetet sociale, por këtë e them me bindje sepse ma kanë thënë edhe profesorët e mi, të ndjerit Ismail Lulani, Jakub Keraj, Liliana Qefa, profesor Danishi, kanë keni bres mrekullueshëm. Teknika vazhdon me grafiken e zhvillojnë në linjën e vizatimit më shumë.
Punej me së laps, me tushme, me to lapostilet e këta se dikur s'kan qenë, po të pakten sot ka materiale nga më të nëshme. Po të thash nuk e asjerë. Nuk keni hapur ndonjëherë? Kam hap. Jo në Shkodër, po në Tiranë kam hap. Nga vitit për shumë 98, deri në 2005, s'po them kam pas gati për çdo vit, ose i herë në 2 vjet një ekspozit. Në atë kohë bëti një aktivitet vjeshta e Tiranës, ku kishte muzikë, aktivitete me muzikë kontemporane, me kuartete, me koncerte recitale, por të figurat ndryshme, ai që organizote, profesor Sokol Shupët, cilin e përshëndes, shkote 3 muaj aktiviteti. Dhe mbrana aktivitetit i kishte ekspozita, shfaqje dokumentarësh, filmash, dhe mbrana atij aktiviteti unë kam thash një vit po, një vit jo ekspozita. Nën keni një aktivitet të pasur, ju përmendët mbi 250 skenografi, ekspozita, pikturën që nuk e lini, natyrisht një komunikim artistik me shumë element të spektaklit. Kur jeni ndjerë, ose mund të jeni ndjerë disa herë shumë i vlerësuar, por një rasti që mund t'i ktheheni me shumë kënaqësi? Për vlerësimin? Për vlerësimin. Ma ka vanë qyteti im. Një njoja qytetit. Sa bukur. Për këtë aktivitet, të më dhënë për festivalin e fëmijëve, për kontributin keni ka dhënë titullin Mirënjohja e qytetit. Mirënjohja e qytetit. Sot kemi mirënjohjen e qytetit në studio. Për këtë aktivitet. Merita, unë nuk i, si thush, nuk i bëj bisht punës, jam natyrë që punoj shumë, dhe ti nuk e di, unë po them për shembull, unë kam 20 vjeta, 19 vjet që i bëj edhe projektin e panajirit librit të madh. Ashtu, panajirit të librit? Po, panajirit librit në Tiranë që i bëhet. 20 vjet gati që unë e bëj si projekt dhe jam pjesë e shoqatës zbutuese, e stafit punës e tjera. Por nga natyra jam një çik modest, pavarësisht se punoj në Bruxelles. Çfarë dimensioni i ka dhënë edhe kjo veprimtari pikërisht vizionit tuaj artistik? Po jep dimension sepse don ti prapë brenda artistave, të vënë arti të shkruarit e tjera je, dhe duke punu me ta, normalisht më frymëzon, më ngacmon me... Nën Kastrati gjithmonë i gatshëm, ashtu siç ishte i gatshëm dhe kur unë telefonova dhe më erdhi jashtëzakonisht mirë, ju keni mbi 30 vite që jetoni në Tiranë dhe flisni një shkodranisht të këndshme. Nuk e keni ngatruar. Se ndrojmë kollaj, nuk e ndrojmë kollaj, edhe të dona. Çfarë kam provu që sa herë të jem jashtë Shkodrës, njerëzit kanë shumë kënaqësi me namin e si Shkodran. Tek ju si është kjo ndjesi? Po, problemi është si e flet, Shkodrançin, se po normalisht mirë na vjen. Unë nuk është se kam edhe njerëz të mi në Tiranë me vite, 60 vjet, 70 vjet. Që e kanë rujt. Kjo është gjë e mirë. Më mend për shembull po e personalizojmë një hall timën që kishte 70 vjet dhe i thoshe si e flet edhe Shkodrançin, edhe gjë tjetër. Shkodrançin sa rrekur, po këtë jam detyruar me mësu, thotë. Po tamam, është vërtet. Nën Kastrati njëri shumë aktiv, gjithmonë në përballje me artin e tij, me aktivitete, me impulse artistike. Pas festivalit dukeni një tjetër veprimtari? Jemi në punë. Jemi në punë, do shkojmë, besoj që tani për tani nuk kam një që tush konkrete si atënan, por kuptoj duke qenë punë, do kemi ca lëvizje në prag të se tani mbyllet sezoni dhe do fillojnë sezoni i ri. Mendimi për studion e re të lajmeve. Rifreskime, njëjtje të këtyre punimeve për studio lajmesh. Pra. Dhe nuk e di se çfarë mund të ndodhë nga shtatorit e tori ku të marrin këto pushimet e tjera. Me ide në skenografi të reja të studiove televizive. Gatshëm, normalisht ne gatshëm jemi gjithmonë se kemi porosi. Nuk keni provuar ndonjëherë regji drame për shembull? Skenografi, drame? Skenografi, më falni. Po, skenografi. Unë kam një muaj e gjysmë që shkoj vin në Shkodër. Tani kishim edhe Kumargjiun. Isha skenografi dhe kostumografi i Kumargjiut, Goldonit. Ashtu. Nuk është se kam aplikuar shumë për të vetëm arsye duke qenë televizion, ta thash dhe në fillim,
jam marrë më shumë me skenografinë televizive, po fillimet unë të skenografia teatrit kam. Më bëri përshtypje që skenografia e Komargjiut ishte shumë lëvizëse, brenda dhe jashtë skenës personazhet ishin aty. Skenografia ndërtu me mi konceptin regjizorial. Keni bashkëpunuar me një regjizor italian? Me Michelen edhe mbi konceptin e regjizorit, mbi kërkesat, jemi të detyruar pastaj të ndërtojmë. Pra është ajo që diskutuam që në fillim. Pra kur njeriu merr vesh, duke qenë art kolektiv, pra kur njeriu merret vesh mirë me regjizorin, me trupin e tij, besoj që arrin rezultate të mira. Besoj që shumë shpejt në një shfaqje skenografia televizive e programit ose edhe skenës në një pjesë teatrale mund të ketë firmën e Ardan Kastratit. Ne gati jemi, thash. Gati gjithmonë, me dashamirësi dhe... Presim dhe gjatë gjithë kohës për këto skenografi televizive nuk është se presim që të vinë porosi, sepse paka shumë studiot kanë një lloj strukture të ndërtuar. Nëse themi një studio sportit, ne vazhdojmë ndërtojmë element, ndërtojmë një studio, pastaj futna e zbërthejmë dhe e çojmë në parametrat të dimensioneve të studiove të ndryshme. Pra nuk është se rrim presim kur do vinë dikush të porosisin. Pra gjatë gjithë kohës jemi në punë, në kërkim. Një punë e vazhdueshme që ka dhe kënaqësitë, ashtu si çdo mjeshtër e sheh me kënaqësi atë që ka realizuar. Shpunë që e kena zgjedhë vetë Merita. Dhe kjo ka një dashuri shumë të madhe. Sot miq të programit Mirëmëngjes Shkodër, ishim së bashku me skenografin e mirënjohur, të mjaft të suksesshëm, shkodranin Adnan Kastrati. Adnan, falenderoj shumë. Faleminderit nga ju. Më fal. Ishit kaq i drejt për drejt në studion ton, më tingëlloi shumë bukur biseda edhe me të folmen tuaj, por njëkohësisht uroj gjithmonë ecuri, gatishmëri, impulse pozitive, impulse artistike të vlerësuara. Faleminderit shumë edhe nga ti. Të moj me që të vogël, Merita, se dhe ti ke vite këtu. Unë jam shumë më e madhe. Ju falenderoj shumë dhe gjithë stafit të festivalit, në veçanti i profesor kujtimit, ju uroj suksese. Suksese sonte. Sepse sonte është nata finale. Suksese sonte, skenës së festivalit, suksese skenografit Adnan Kastrati, i cili ishte së bashku me ne në këtë mëngjes Shkodran, në të gjithë ecurinë e punës së tij krijuese. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit.